ready with me në shpekët herë. Jam kthy në Prishtinë pardje edhe prom jam dalë me një herë. Jam pak e lodhë sot edhe jam qu ma vonë. Po, jam qu e motivume me bo një video dhe mi u kallëzu all about udhtimin tam të fundit. O zot, o kon udhtimi që kom pushu mas shumë të naj herë. Kështu pa e dramatizu, nuk e dija e kom pas naj herë naj trip që o kon ma peaceful të sa që kë. Pas ka në më shku flokt nerva sot se s'pe gjej një shnoll, but we move. Nëse veç i keni pa videot e mija të fundit, jom kon në Zvicër për do dit. Jemi kon në qatë zonën e Verbier. Unë nuk e kom dit as që egziston ai vend, po i dashur jam është obsessed me skiën, më pëlqen shumë, edhe mytet të këqysh se si vene. Kudo që kemi me shku, unë e kom qef mu përzi shumë edhe mi gjetë krejt venet që mu pëlqejnë, mu bo rezervimet, mu përzi në hotel, në villë, në restoran, në bar, se në qka da. Qëtë herë, nuk jo marrë heq, i ka krejt bonarti, edhe si shkeq, honestly. Se kom ditë sakt as ku jena të shku, as qa kena me bo as kur qo, po jom knaq. Ka një herë ma mirë dalin qëto, kur nuk lodhe shumë ashto. Jom kogja e bardh, e qita qëto me më rrezit pak në fytyrë kishe. E se kemi najt 5 nat, e kom ndreq gjumin, kom plajt çdo natë në ora 12, që për mua është herët. Edhe jom qu çdo mëngjes në 8:30, në 9, hajde na iha 9:30. Taman ashtu kom boa si gjumi të mirë, kom kry edhe punë se kom boa edhe foto video, kogja shumë. Po se di nuk o kon stresuse që t'herë. Plus që o kon edhe Rina, që është po ashtu content creator si one, o kon një farë shlirimi edhe për mua dhe për ta, se e kem ditë që se lodhëm njëna tjetrën. Dyja të spritoj me bo foto video, kështu që si kena lodh frajerat. Sa i përket skimit, jam shliru pak, nuk du me thonë që jam mësu, se si jam mësu veç në këse staza që janë më atletat e mundshme me bo ashtu një qështuat. Mull shumë një herë pa urzu, që ato jam mësu me bo. Po, te për ka dalje, o zoti ma, mi ka bo banarti dhe video, edhe qësh mu dëke që jam të shku te për shpejt, kur i kom pa, pas më kon slow motion. Për shkak që jemi kon 3 qifte, banarti o kon me shokët e vetë, edhe non-stop kish me kanë me skju, me kanë me najtë të sane, kështu që nuk më bëjke presion as mu me tentu shumë. Edhe normalisht unë shfrytëzojsha atë pjesë. Mu pas kom për shambull veç na, e di që ishtë dasht më munu ashtu ma shumë për shkak që mos me lom vetë, a që shtu as atës janike. Bile nuk më kesh kështu obligim mu marrë shumë me mu. Edhe ajo knaq, edhe unë jam knaq, perfekt. The most fun o kon një dit që nga qikat kemi najt me një restoran ashtu në pist. Kom nis me pi vend bardh prej qatë herë. Nuk është që më pëlqen shumë me pi vend bardh ditën zakonisht, se mdokët që më bën ashtu pak si përgjomshëm. Po qatë dit o kon the right decision. Ne kem nis do me thonë prej qatë herë, mande e kemi ndru, kemi shku edhe me një bar tjetër hala ma nalt me teleferik. Djemt e kanë kry skimin, masi e kanë kry, jemi shku edhe me një bar tjetër. Qatë bar e kom ashtu si core memory të qëti tripi. At this point I was not just tipsy, I was drunk as fuck. Ama jom kon t'u knaq shumë. Mas aty kemi shku edhe me një restoran tjetër, me një Mexican, which was nice. Edhe po, do me thonë një dit full aktivitete. Me aktivitete I mean drinks and food. And good company, so yeah. Shkjo është my kind of fun, që shtu knaq në one. Nuk më pëlqenjë shumë me shku në për muze, ose thjesht më pëlqen me hongër mirë, me pi mirë, shoqnit mirë, and that's it. Qëka është my love language? Për ndryshe, jam të e bo një easy make-up, duna me i bo do foto dhe video. Kom e udhtu prap mas nesër. Kom e shku në Londër, shëqër more zot, po vjen banarti me mu, se vetë dyqysh o zot shumë për taj me udhtu vetë sidomos në Londër. E në ka dalë që kjo udhtim si pa prit edhe pa plan, kom e shku për punë. I have an event që kom me attend, dhe ka që shrimaj që kjo. Edhe e kom një si shooting, si content day në Manchester. Eventi është në Londër, shootingu është Manchester, se për mdokët ja vuqa pak, su mora vesh. E po, për me shku veç 3 nat, kështu veç për punë, nuk kam shumë kohë për, që me thonë, më knaq, veç me banartin që shkom qef. Po ja,
a work-related trip. Eventi është i Baby Boo Fashion, është prej brendeve të para që unë e punoj me ta, edhe do me thonë jam bu 4 vjetë, ose ma shumë se 4 vjetë, që kemi punu ashtu vazhdimisht, që kam punu unë për ta, që kam bu unë kontent për ta vazhdimisht. E një herë nuk e disha apo mri me shkua jo për shkak që zyrja është si në përfundim edhe jam të i set up ashtu krejt sanët për mja njës punës këto, po kanë insistu tepër shumë edhe s'di shumë u bo qefi ashtu. Adin, kur edin që një brand taman ta vlerëson punën tonë dhe të vlerëson ty. Kështu që tash po që që shduna me shku. Do ka i shit mi e kanë gjetë që tash me lëshu fshisën kur unë jam të gjiru. Një sen që po du gjithqysh me bo ma shumë në 2026 është me marrë pjesë në për qësi eventet të tilla. Unë gjithë jam eftume në krejt qëto që bashkëpunoj, po për shkak që jetoj këto, ka njerë është fështira ashtu mu, që me thonë, mi planifiku sanët last minute. Edhe menaxherja jam Muse gjithë më thot që për shkak që ti e në Kosovë edhe nuk jesh bash në për qësi events që krejt ashtu janë të connect. Ka njerë e mandej është ma fështirë për mu me depërtu hala ma shumë. Kështu që të vetë du mu fokusu ma shumë edhe në qëtë drejtim. Edhe if this means me bo trips shumë ma shpesh, trips të shkurta qështo, vetë sa me kry punë, po jam. Unë edhe pak jam i lazdrume për shkak që kur jam me banardin, jam ashtu komplet e shlirë, nuk është i trunin funksion për kur gjohja që kam Google Maps, ChatGPT, ai merret me metro, me Ubers, me gjithë shka. Mandej ndo këtë qaq fështirë me shku vetë t'i kam. Po, no excuses këtë vetë. Du mu tranu me qëtë fshis në background. Nuk e dia ka mu një shumë në vedja, veç mu kështu në qande. Që kë është the make-up për sot, si çdo herë tjetër. Veç edhe pak gloss. Edhe ja, jemi gati. Bye!